Kryeministri Edi Rama prezantoi në parlament buxhetin e paketën fiskale që çelin mandatin e 4 të qeverisjes socialiste. Por diskutimi i ligjeve më të rëndësishme financiare të vitit u kthye nga opozita në një debat për nivelin e korrupsionit në Shqipëri. E në shenjë proteste, deputetët demokratë kthyen kurizin kryeministrit Edi Rama përgjatë gjithë fjalimit të tij. Shumë faleminderit për këtë lehtësim që i bëni fjalimit tim, sepse më mirë shpina se fytyra juaj. Para se sqaronte buxhetin, kryeministri Rama ju kundërpërgjigj akuzave të demokratëve për numrin 2 të qeverisë Belinda Balluku e marrjen të pandehur të saj nga Spaku për tunelin e Llogaras. Për sa i përket tunelit Llogaras, dua të them se ai 50 milionshi është si 450 milionshi i incineratorëve. Dhe në ndërkohë, natyrisht që sot, pikërisht pse drejtësia është e pavarur, shqiptarët i referohen drejtësisë edhe nuk i referohen atyre që duan të bëjnë prokurorin rrugëve dhe që pastaj kur dalin në rrugë mbeten kashte koqe, siç më thanë se kishin mbetur përpara 2 netësh. Meqense kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha është i përjashtuar nga parlamenti, në emër të opozitës me kryeministrin Edi Rama u përball kryetari i grupit parlamentar Gazmend Bardhi, i cili në të gjithë diskutimin e tij përdori hetimin e Spakut për tunelin e Llogaras dhe përzvendës kryeministren Belinda Balluku për të akuzuar qeverinë për korrupsion. Ku të dëgjoni që Rama dhe Ballukut e tij në qeveri, po ju tregojnë sa mirë jetoni, tregojeni këtë dosje të Spakut. Është tuneli i Llogaras, ku vetëm në një tender të paracaktuar nga Edi Rama dhe Belinda Balluku janë zhdukur të paktën 50 milion euro. Por kryeministri Edi Rama theksoi se është merita Partisë Socialiste që sot Spaku po jeton pas një presion politik. E lufta ndaj korrupsionit është një prej çështjeve që sipas Ramës ka marrë vlerësimin më të lartë nga Brukseli në procesin e integrimit. Nëse sot Shqipëria për herë të parë në histori lufton me korrupsionin, nëse sot Shqipëria për herë të parë në histori heton pa dallim, kjo jo vetëm është merita ekskluzive e Partisë Socialiste të Shqipërisë, por nga ana tjetër botërisht dihet se Partia Socialiste e Shqipërisë është edhe garantja ekskluzive e asaj pavarësie. Pasi u kundërpërgjigj akuzave të opozitës, kryeministri Edi Rama sqaroi shtyllat kryesore të buxhetit, duke theksuar se në vitin 2026 e në të gjithë mandatin e 4 prioritet do të jenë pensionistët. Ky buxhet është një buxhet historik për Partinë Socialiste, sepse për herë të parë adreson në mënyrë domethënëse dhe të qëndrueshme përmes një angazhimi financiar afatmesëm prej 1.7 miliard eurosh rritjen e mbështetjes së pensionistëve. Por për demokratë buxheti i vitit 2026 nuk do të shërbej për të përmirësuar jetën e qytetarëve, por do të shërbej interesave personale të kryeministrit Edi Rama e numrit 2 të qeverisë Belinda Balluku. Buxheti 2026 ka vetëm një të vërtetë. Në pjesën më të madhe e tij, ai do të menaxhohet nga Belinda Balluku, një e pandehur nga prokuroria e posaçme për abuzime me fonde publike, dhe nga Edi Rama, pengu i saj bashkëpunëtor në korrupsion, fiktivisht në krye të qeverisë. Vetë kryeministri Edi Rama u largua nga parlamenti pasi mbaroi fjalën, ndërkohë që i gjithë grupi parlamentar i Partisë Demokratike mori vërejtje për gjestin e kthimit kurizit ndaj shefit qeverisë Edi Rama.